Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahi alladhi qala fi kitabihil karim ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyamu kama kutiba alal ladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Falëndërimi i takon Allahut, krijuesit të gjitha botra, i cili në Kur'anin famlar në kapitullin Al-Bakara ajetin 183 thot: O ju që besuat, agjërimi u është bërë obligim sikurse që ishte obligim edhe atyre që ishin para jush, kështu që të bëheni të devotshëm. Paqja, shpëtimi dhe bekimet e Allahut qofshin mbi të dërguarin ton Muhammedin alayhi salatu wassalamin, i cili na mësoi si të jemi të sinqert në adhurime dhe na tregoi duke na thënë: agjërimi është mburoj me ndihmën e të cilit besimtari mbrohet nga zjarri i xhenemit dhe është shkak i hyrjes në xhenet në djerë të posaçme të cilat quhen Rayyan. Gjithashtu paqja dhe shpëtimi i Allahut qofshin mbi familjen e tij, shokët e tij dhe mbi gjithë ata të cilët e pasuan dhe pasojnë rrugën e tij deri në ditën e gjykimit. Të nderuar besimtarë dhe besimtare, sonte jemi në pritje të muajit të bekuar të Ramazanit. Falënderojmë Allahun fuqiplot, i cili na i mundsoi të arrijmë muajin e bekuar të Kuranit. Andaj kam nderin, kënaqësinë dhe respektin që në këtë natë të bekuar të ju drejtohem në emër të muftinisë Bashkisë Fetare Islame të Kumanovës dhe në emrin tim personal me këtë mesazh urimi, këshilli dhe përkujtimi me rastin e ardhjes së muajit të bekuar të Ramazanit. Allahu i madhëruar në Kuranin famlar thot: muaji i Ramazanit është ai në të cilin u shpall Kurani udhëfies për njerëzit, sqarues i rrugës së drejtë dhe dallues i të vërtetës nga gënjeshtrat. Kjo ajet ne e bën të qartë se Ramazani është muaji i Kuranit, muaji i ndriçimit të zemrave dhe udhëzimit të jetës sonë. Agjërimi nuk është vetëm përmbajtje nga ushqimi dhe pija, por është edukim i shpirtit, forcim i vullnetit dhe afrim me Allahun e lartësuar. I dërguari i Allahut Muhammedi alayhi salatu wassalami ishte shembulli më i plot i jetësimit të Kuranit. Veçanërisht gjatë muajit Ramazan ai shtonte adhurimet, bamirësinë dhe lidhjet me librin e Allahut dhe na mësonte se Ramazani duhet të jetë muaj i ndryshimit pozitiv dhe i përmirësimit të vetes. Të dashur besimtar, Ramazani është një mundësi e artë për pendim të sinqert, për pastrim të zemrave dhe përmirësim të marrëdhënieve tona me Allahun përmes namazit, agjërimit, lutjes dhe leximit të Kuranit, me njerëzit përmes faljes, mirësisë, solidaritetit dhe ndihmës ndaj nevojtarëve, me vetveten përmes disiplinës, durimit dhe kontrollit të gjuhës e sjelljes. Ramazani është muaji në të cilin falen mëkatet, pranohen lutjet dhe hapen dyert e mëshirës. Pejgamberi alayhi salatu wassalam i thot: kush e agjeron muajin e Ramazanit me bindje, sinqeritet e përkushtim të plot dhe duke shpresuar shpërblimin nga Allahu, do t'i falen mëkatet e tij të mëparshme. Prandaj le ta shndrojmë këtë Ramazan në një pikë these në jetën tonë shpirtërore, morale dhe shoqërore. Le të jetë Ramazani i Kuranit në shtëpitë tona, në xhamitë tona, në familjet tona dhe në jetën tonë të përditshme. Ramazani na fton të jemi më të durueshëm, më solidar, më të drejtë dhe më të kujdesshëm në fjalë e vepra. Në një realitet ku shpesh mungon qetësia shpirtërore dhe harmonia shoqërore, Ramazani vjen si thirrje për unitet, respekt reciprok dhe ndihmë ndaj të nevojshmeve. Ky muaj duhet të reflektohet në jetën tonë të përditshme, në familje, në institucione dhe në raportet tona shoqërore. Le të jetë ky muaj i bamirësisë, i pajtimit dhe i forcimit të unitetit në familje dhe në shoqëri. Dhe në fund, të nderuar vëllezër, në emër të muftinisë Bashkisë Fetare Islame të Kumanovës dhe në emrin tim personal, lut Allahun e madhruar që ky Ramazan të jetë Ramazani i paqes, mëshirës dhe begatisë shpirtërore për ju dhe për të gjithë familjet tuaja. I lutemi Allahut që të na e pranojë agjërimin, adhurimet, veprat e mira, të na bëj për atyre që Kur'anin e lexojmë, e kuptojmë dhe e zbatojmë në jetën tonë. Urime qoftë një Ramazan i begat, me shëndet,
paqë dhe mëshirë për të gjithë besimtarët islam, kudo që janë dhe kudo që gjenden ata. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.